thënie nga filozofi gjerman Arthur Schopenhauer, i cili konsiderohet si filozofi i pesimizmit, si dhe një ndër mëdimtarët më të shquar të shekullit të 19. Citojmë disa prej thënieve të tij. Inteligjentët nuk kërkojnë vetmin, por kërkojnë të shmangin poterin që bëjnë e budallenjët. Ai që pret një herë në bes, besim nga tjetri në të mos presë. Jeta është një lavjerës mes dhimbjes dhe mërzisë. Kur hareja shfaqet, duhet t'i hapim gjithmonë dyre dritare, pasi ajo nuk vjen kur vend e pa vend. Publiku është aq budalla, sa që lexon të ren dhe jo të mirën. Nderi është ndërgjegja e jashtme dhe ndërgjegja është nderi i brendshëm. Themeli i gjithë njohjes dhe mësimit ton është e paspjegueshmja. Kujtesa është një qenie luhatshme dhe e çuditshme, si një vajzë e re që nganjëherë të mohon papritur diçka që të ka vënë me qindra herë e që pastaj kurse pret në të ofron vetë. Sa më i kufizuar të jetë horizonti ynë, aq më shumë paqe njohim. Sa më i gjerë të bëhet ai, aq më shumë trazim sjell. Mëngjesi është rinia e ditës. Çdo mendje e rrallë mbetet e padukshme për ata që nuk zotërojnë një të tillë. Të shtirësh se ke një cilësi, apo të mburrësh me të, do të thotë të pranosh se nuk e ke. Mençuria tregohet më mirë me heshtje se me fjalë. Si rregull, njerëzit quajnë fat marzit e tyre. Nderi është përfaqësuesi i vlerës sonë në mendimet e të tjerëve. Në fund të fundit, të gjithë mbetemi vetëm. Cigaria është për njeriun e kufizuar një zëvendësues i mirë i mendimeve. Martesë do të thotë të bësh çmos që t'ia nxish jetën tjetrit. Gratë kanë gjithmonë nevojë për një kujdestar, prandaj në asnjë rast ato nuk duhet të marrin kujdestarinë e fëmijëve. Mençuria ka kuptim vetëm në një botë të marrësh.